الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله جل جلاله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الكلام كلام الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Falënderimet I takojnë Allahut Azza wa Jall, krijuesit të gjithësisë. Paqja e lavdërimi I Tij qoftë mbi vulën e pejgamberëve Muhammedin sallallahu taala alaihi wasallam, familjen dhe shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. Allahu Gjelle Gjelalu I bën thirrje besimtarëve në Kur'anin Kerim: o ju që besuat, friksohuni Zotit sinqerisht dhe mos vdisni ndryshe vetëm se duke qenë pra besimtar, dhe nuk ka dyshim se fjala më e mirë është fjala Allahut Azza wa Jall, Kur'ani Kerim, dhe udhëzimi më I mirë është udhëzimi I Muhamedit sallallahu taala alaihi wasallam, dhe punët më shumtuara në fenë e Zotit janë shpiket që në humbje dhe humbja që në zjarr. Nderuar vëllezër dhe motra besimtar dhe besimtare, sa herë që lexojmë Kur'anin Kerim apo hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na shtohet imani dhe vërtetohet çdo ditë më shumë fjala e Zotit dhe fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam për ngjarjet që kemi neve në përditshmërinë tonë dhe rrjedhat e jetës dhe historisë njerëzore, hallet dhe problemet e tyre, edhe pse neve lexojmë Kur'anin Kerim dhe hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam, sillemi ndonjëherë sikur ato nuk ekzistojnë apo hera parë që I dëgjojmë. Prandaj dhe Allahu Gjelle Gjelalu në shikon Kur'anin Kerim, ose vjen me ajete kuranore awamir urdhëresa, ose nawahi ndalesa, ose bil qisasi tregon historitë e popujve përpara nesh, që çfarë që ai t'i tregojë njerëzve që mos u bëni si ata që ishin para jush, por jeni popull I veçantë dhe njerëz të veçantë, ashtu siç do Zoti dhe ju ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wasalam. Sepse neve si ummet Islam na ka kërkuar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mos jemi taban ose pasues të popujve përpara nesh, por të kemi shembullin ton në rrugën dhe sjelljet tona pejgamberin alayhi salatu wasalam. Dhe kur themi që ka urdhëresa në Kur'anin Kerim, ka urdhëresa të cilat kanë ardhur në foljen urdhërore, pra që Allahu Gjelle Gjelalu kërkon që njeriu t'i zbatojë ato, madje edhe ke gjërat që quhen vepra të mira, apo ato që kanë sebeb që futet në xhenet, apo të heqim dorë nga ato gjëra që janë sebeb që I çojnë njerëzit drejt zjarrit të xhenemit. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'anin Kerim: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dhe nxitoni. Që fjala nxitoni ka ardhur në mënyrë urdhërore. Dhe nxitoni për tek falja dhe mëshira e Zotit tuaj. Dhe xhenetet cilat gjerësia e tyre sa qielli dhe toka I përgatitur për të devotshmin, thot Allahu subhanahu wa ta'ala për besimtarët. Pra fjala nxitoni, nëse do ta marrim në atë që quhet shkencën e usul fikut, është urdhërore, I nxit besimtarët sepse Allahu e ka bërë faljen dhe mëshirën e Tij, kërkimin e faljes dhe mëshirën e Tij fani si shkak për futjen në xhenet. Por jemi ne vallë nga ata njerëz që nxitojmë për punët e mira? A jemi ne nga ata njerëz që I përjetojmë ajetet kuranore dhe fjalët e profetit sallallahu alajhi wasallam në përditshmërinë tonë, në jetën tonë, familjen tonë, në vetveten tonë, në veçimin tonë me njerëzit? Prandaj është shumë e rëndësishme për të kuptuar atë premtim që tha Zoti: dhe xhenetet cilat është gjerësia e tyre sa qielli dhe toka I përgatitur për njerëzit e devotshëm. Dhe njerëzit e devotshëm është çdo besimtar I mirë I cili I ruhet gjunaheve të mëdha, I zbaton shtyllat e Islamit dhe shtyllat e imanit, I friksohet Zotit subhanahu wa taala, ushqehet me halal. Ky është njeriu I devotshëm.
Pra nuk do në një çudi të madhe të jesh njeriu i devotshëm, është çdo njeri që i praktikon shtyllat e Islamit dhe shtyllat e imanit dhe ushqehet me halal dhe ruhet nga haramet e mëdha. Prandaj Allahu thot në Kur'anin Kerim fastabiqul khairat, pra nxitoni për punët e mira, sepse kudo që t'jeni Allahu Azza wa Jall do t'ju mbledhë o njerëz, do t'dini para Zotit subhanahu wa taala. Por ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na nxit përmjet haditheve të tij për gjëra që neve duhet të nxitojmë para se të angazhohemi me të tjera çështje më të mëdha se kapaciteti jon dhe forca jon fizike apo mendore për të përballuar me to, apo për të përballur me to. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Abu Hurairës radhiyallahu ta'ala anhu, që e ka nxjerrë Imam Muslimi, thot badiru bil a'mali fitanan. Nxitoni o umeti im, para se me disa punë të mira, pra me punë të mira, para se t'ju vinë fitne të mëdha dhe sprova të mëdha. Ka qita'il lejlil mudhlimi, si ajo netët e errësirta që njeriu kur është natë e errësirë nuk di ç'a bën, nuk di ku të shkojë, nuk shef, nuk ka dritë. Do të shkoj majtas, do të shkoj djathtas, do të gjej rrugën, do të gjej zgjidhje, nuk ka, pra nuk i përballon dot. Aq të forta dhe të mëdha do të jenë ato sprova dhe ato fitne. Prandaj tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Pra do të jenë ato lloj fitnesh që gdhin robi besimtar. Gdhin robi besimtar i Allahut subhanahu wa taala. Thuash ti mashallah besimtar dhe ngryset në darkë qafir. Habitesh, Allahu Akbar, ne sot e kishim po falim namazin e sabahut, ndarke mirëvesh, ka dal filani prej feje. Po si ka mundsi? Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, apo ngryset besimtar thot dhe gdhin qafir. Thot pejgamberi, yabiu dinahu bi 'arad min ad-dunya, e shet fen e tij me diçka, plaçkën e kësaj dynjaje. Pra, o vëllezër dhe motra, e ka përmendur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë, thot nxitoni për vepra të mira para se t'ju vinë sprova dhe fitne dhe gjëra që nuk do t'i përballoni dot. Pra, nëse vdisni duke bërë vepra të mira, le të jenë këto për ju sadaka rrjedhse, sadaka xharie, sadaka rrjedhse që njeriu duhet punoj para se të vijë me ato sprova dhe gjëra që ja marrin kohën, ja marrin shëndetin, ja marrin pasurinë, ja marrin familjen, ja marrin pronën, ja marrin famën, ja marrin pushtetin, pra çdo gjë që ti ke në dorën tënde te ka dhënë Zoti subhanahu wa taala, do të vinë ato lloj fitnesh që i ka quajtur pejgamberi sa se si netët e errta. Pra pse net e errta? Njeriu për të parë, për të ecur rrugën e dur do drit, dhe nuk ka dritë më të mirë se sa drita Allahut, nurul Kur'an, pra drita Kur'anit dhe drita sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në transmetimin tjetër që thot pejgamberi sallallahu Badru bil amali fitanan, pra nxitoni me punë të mira para se t'ju vi çfarë? Para se t'ju vi, thot pejgamberi sa tulu shamsi min maghribiha, para se të vinë shenjat pra dali dielli nga perëndimi. Apo dukhani tymi i madh nga shenjat e kiametit që do të ndodhi, thot pejgamberi sa au dabatul ardi, apo dali kafsha që i bën me shenjë njerëzit të mball. Au dali dejali, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, au khuwaisatu ahadikum, apo vdekja e dikujt për ju papritur, au amrul ame, e yukallafu al-insan bi amri al-ame, apo se të angazhoni me pozitë caktuar dhe do t'ju marrin kohë dhe nuk do të keni mundësi të bëni asgjë, të mendoni për veten tuaj, të mendoni për ahiretin tuaj, të mendoni për xhenetin tuaj, të mendoni për familjen tuaj, të mendoni për fëmijët tuaj. Prandaj vëllezër dhe motra, duhet kemi kujdes nga ato fitne dhe sprova të cilat do të na marrin kohën, do të na marrin pasurinë, do të na marrin shëndetin, do të na rrëmbejnë ndoshta edhe fen nga gjokset tona, sepse askush nuk ka garanci në këtë dynja e cila është aq e lëkundshme, ka aq shumë dinamik sa që i tronditet njeriu në zemrën dhe imanin e tij. Prandaj dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çfarë tha? Nga shenjat e kiametit do të vi robi që do ta mbajë fenë e tij në dorën e tij sikur mban prushin. Aq e vështirë do të bëjë feja me, e mban do të prushin dorë digjesh, dhem dorat, përvlon. Prandaj vëllezër, nxitoni dhe shtojeni imanin me përkujtimin Allahut dhe Zotit. Dhe nuk ka përkujtim më të madh se sa namazi, nuk ka përkujtim më të madh se sa të urdhërosh për të mirë, ndalosh nga e keqja, nuk ka përkujtim më të madh se njeriu çfarë të largohet nga haramet. Po shohim njerëz të vëllezër që po vdesin në kafene, po vdesin zina, po vdesin trafik droge, po vdesin zullum, po vdesin vrasje, po vdesin padrejtësi. Pra, a mund të imagjinosh veten një njeri tillë që del nga kjo botë pa si punë të mirë? Jo vetëm kaq, po mi zullumet edhe me shpatët e tua për padrejtësitë që u ka bërë njerëzve.
Prandaj vëllezër, le të nxitojnë besimtarët para se të vi momenti, siç thot Allahu, thot pejgamberi fani sallallahu alaihi wasallam, që t'ju vdi vdekja dikujt për ju është papritur dhe ai nuk është i përgatitur për ahiretin dhe daljen me Zotin e tij. Elusim Allahun dhe i falë gjuna dhe gabimet dhe na bëj për atyre që i frikësojnë Zotit subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimi të kon Allahut azza wa jall, paqja lavdërimi i tij qoftë mbi vullën e pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen dhe shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë ata deri në fundin e kësaj bote. Në një hadith tjetër që transmeton Imam Bezari dhe Taberani dhe Imam al-Baihaqi fi Shu'ab al-Iman wa ghayrihima, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ya'tabiru thalath, ose merrni në konsiderat tre gjëra, e thalatha munjiatin wa thalatha muhlikatin. Pra merrni tre gjëra, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tre gjëra që ju përgëzojnë, ju shpëtojnë nga zjarri i xhenemit, dhe tre gjëra që ju shkatërrojnë, pra ju fusin në zjarrin e xhenemit. Amma al-munjiat fa taqwa Allahi azza wa jall fi sirri wal alaniyah. Pra gjërat që ju shpëtojnë, thot, në këtë dynja, frikë respektit, devotshmëria ndaj Allahut azza wa jall, qofsh i veçuar haptasi apo fshehtasi. Pra i veçuar, pra kur je vetëm, kur nuk shikon njëri, apo kur je me njerëzit, duhet të jesh një lloj. Pra jo me lek me njerëzit dhe shejtan kur je vetëm. Jo i devotshëm përpara njerëzve, kurse kur del veçë nuk shikon askush, pra i bën gjitha llojet e haramit. Dhe ti mendon se nuk shikon askush, por shikon Allahu subhanahu wa taala. Prandaj njeriu nuk i shpëton dot Zotit xhelle xhelaluhu, dhe kjo është ajo që neve na mungon sot. A jemi neve siç jemi me një tjetrin jashtë, jemi dhe veç? Kjo është një sprov tjetër. Prandaj që besimtari duhet të frikësohet Zotit subhanahu wa taala, mos mendo se nuk të shikon kush. Mos mendo se nuk të shkruan ato që bën veçanti, të shkruan të gjitha. Mos mendo se i shpëton dikujt Allahu azza wa jall nga mbikëqyrja e tij, nga shikimi i tij subhanahu wa taala. Askush nuk i shpëton Allahu azza wa jall. Einama takunu yadrikukumul maut, kudo që t'jeni ju kapet xheli vdekja Zotit subhanahu wa taala. Prandaj mos ta shtyetohet njeriu se nuk më shikon dikush, dhe prandaj thotë që ja hodha këtë radhë, pashallahu në zëvëzë nuk e ke hedhur, e ke me lekun mbrapa, deri sa të vita marri shpirtin, atje me lekun e ke mbrapa. Ti ikën dhe vdekja të ndjek, kështu mendoni dhe qifute se do të shpëtoni vdekjes, disa dit vetëm, s'ka gjë në zjarë xhenemit, kurse Allah thot, innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ajo vdekja që ju ikni, që mendoni të ikni, të arratisni, do t'ju kapi, do t'ju ndjeki kudo që t'jeni, dhe pasaj ktheheni tek Zoti juaj dhe ju lajmëron për çdo punë e vepër që keni bërë. E dyta, thot pejgamberi, al-qawlu al-haq fi ar-ridha wal-ghadab. Pra të thuash vërtetën, qof kur je i kënaqur apo i zemëruar. Pra ka shumë njerëz sot që humbi pak ekuilibrin dhe shtojnë dhe gënjejnë dhe shpifin dhe shajnë, atëherë kur kërkohet atyre të flasin të drejtën. Prandaj dhe pejgamberi sa me quajti nga gjërat që mungjijat, nga gjërat që të shpëtojnë nga zjarri i xhenemit, sepse ne e dimë që sa shumë njerëz sot shpifin, pasurohen, bëhen të famshëm, duke sharë, duke shpifur, duke gënjur, duke dëshmuar dëshmi të rreme, duke devijuar faktet në për gjykata, për prona, për pasuri e tjera me radhë, dhe këta mendojnë se i do shpëtojnë Allahut azza wa jall, duke harruar se ajo toka që e vodhën apo ajo toka që mashtruar njerëzit, ajo do t'i mbulojë. Dhe tjetra, wal qastu fil faqri war ridha, ay yuqsadu bi huna ad-du'a. Pra, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe duaja qofsh i pasur apo i varfër. Qoftë i pasur apo i varfër njeriu. Duhet i lutet Zotit subhanahu wa taala. Kur ke, falenderoj Allahun, kur nuk ke, falenderoj edhe duaj Zotit subhanahu wa taala. Pra njeriu duhet të jetë një lloj, sikur është i pasur sikur është i varfër. Madje kur është i pasur duhet ta shtoj më shumë falënderimin ndaj Zotit subhanahu wa taala, duke bërë krahasimin me njerëzit që ka rreth vetes tij. Amma muhlikat, ama shkatruese thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, fa shuhun muta', kooperaci në kulm,
i bindes shpirti ti kopratës, nuk jep për hir të Zotit, e mban dorën madje kopratës me gruan dhe fëmijët e tij në kulm. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, wa hawa muttabaun, dhe ndjekja e epshit dhe egos. Siç i shikojnë sot njerëzit, i këshillon, i urdhon për të mirë, i ndalon nga e keqja, vazhdojnë dhe zhytën në egot e tyre, në epshet e tyre, a thua vallahi janë pavdekshëm këta. A thua këta nuk do të dorëzojnë shpirtin Zotit subhanahu wa taala, apo nuk do të dalë një ditë para Allahut azza wa jall dhe mendojnë se do të shpëtojnë mbi këqyre Zotit xhelle xhelalu, dhe thot tjetra pejgamberi, wa yajabul mar'i bi nafsihi wa hiya ashadduhun, dhe vetë pëlqimi që ka njeriu me veten e tij. Dhe kjo është më e keqja, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pra njeriu të hypën vetja në qef. I hypën vetja në qef, i jep Zoti pasuri, i jep Zoti një funksion caktuar, i jep Zoti një post, edhe fillon njeriu lavdëron veten, fillon edhe bëhet mendje madhe arrogant, dhe fillon nuk i flet me miqve, shokëve të tij, thuhet ora ky ishte dije me ne, ç'ne ky. Habitet njeriu nga tjetërsimi i karakterit. Ta tregon e vëllezër që këta njerëz e kanë imanin e lëkundur. Alhamdulillah. Tregon që këta njerëz e kanë imanin e lëkundur, që nuk e friksohen Zotit subhanahu wa taala, që mendojnë se do t'i zgjasë ajo sprova e bukur e pak ditëve që i ka, ajo kënaqësie që i ka. Mendojnë se do t'jenë gjithmonë aty lart në koltuk. Harrojnë që jeta ka disa lloj tërmetesh, disa lloj fortunash që t'i rrëzojnë karriget, t'i rrëzojnë pozitat. Ka disa lloj sprovash që ta trondisin imanin, ta trondisin karakterin, ta tjetërsojnë njeriu. Prandaj vëllezër dhe motra, luteni Allahun azza wa jall na ruaj nga të sprova dhe fitne. Ne lutim Allahun azza wa jall na ruaj nga sprova dhe fitnet, ato që duken, ato që nuk duken. E lutim Allahun azza wa jall t'i ruaj vëllezërit dhe motrat tona kudo që ndodhen. E lutim Allahun azza wa jall t'i ruaj djemt dhe vajzat tona. E lutim Allahun azza wa jall t'i ruaj familjet tona. E lutim Allahun azza wa jall t'i ruaj vëllezërit dhe motrat tona, vendin ton nga çdo sprovë dhe çdo fitne. E lutim Allahun azza wa jall t'i ruaj muslimanët dhe muslimanat kudo që ndodhen. E lutim Allahun t'i ruaj vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë. E lutim Allahun t'i ruaj vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë. E lutim Allahun t'i ruaj vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë. E lutim Allahun ta forcojë imanin e tyre. E lutim Allahun ta forcojë imanin e tyre. E lutim Allahun t'i bëjë qëndrueshëm ata në fenë dhe në tokën e tyre. E lutim Allahun t'i bëjë qëndrueshëm ata në fenë dhe në tokën e tyre. E lutim Allahun azza wa jall t'i nxjerrë ata trumfantor nga zullumqtarëve dhe çifutëve kriminal. E lutim Allahun azza wa jall që t'i shkatrojë themelet e shtetit kriminalëve. E lutim Allahun t'i shkatrojë shtetin e kriminal. E lutim Allahun t'i japi haku çdo zullumqare që derdhi pikën gjakut qoftë dhe një kafshë dhe jo me foshnjeve të Palestinës. E lutim Allahun na ruaj nga sherrri i tyre. E lutim Allahun na ruaj nga sherrri i tyre. E lutim Allahun na ruaj nga sherrri i tyre. E lutim Allahun të ruaj tokën tonë dhe vendin tonë nga sherrri i tyre, nga kurthet e tyre, nga dredhitë e tyre. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.